Një prej aksioneve më të mëdha të policisë së Kosovës është zhvilluar të martën. Aksioni është zhvilluar në disa qytete të Kosovës dhe në të kanë marrë pjesë më shumë se 500 policë të njësive speciale dhe të antidrogës. Hetimet penale të prokurorisë speciale për këtë rast ndërlidhen me prova të mbledhura nga platforma e komunikimeve të koduara Sky ECC. Por çka është Sky ECC? Sky Global kishte prodhuar telefona të pagjurmueshëm dhe ishin të preferuar për kriminalet që kryenin vrasje dhe planifikonin shumë të tjera. Telefonat të tillë kishin edhe një grup kriminal në Serbi që kishte masakruar disa persona. Grupi Famkeq Principi, i prirë nga Veljko Belivuk, kishte përdorur Sky ECC për planifikime vrasjesh dhe shpërndante fotografi të trupave të coptuar. Dëshmia e Srdjan Laliq zbuloi gjithçka për mënyrën se si nëpërmjet Sky ECC rivalet thirreshin në një shtëpi në periferi të Beogradit dhe aty vriteshin e më pas griheshin me makinën e grirjes. Pas arrestimit në vitin 2021, Laliq arriti marrëveshje me prokurorët në Serbi dhe dëshmoi për krejt aktivitetet kriminale, përfshirë pjesëmarrjen në 6 vrasje brenda shtëpisë së njohur si shtëpia e Kasaphanës. Mirë po Laliq nuk ishte vetëm gangster i pamëshirshëm, ai kishte edhe një punë ditore. Ishte i autorizuar për shqitjen e telefonave të enkriptuar nga kompania me bazë në Vancouver të Kanadas, Sky Global. Kjo kompani u premtonte përdoruesve se komunikimi me këta telefona ishte krejt sekret, për aq kohë sa përdonin telefonat Sky. Sipas dëshmisë së tij, Laliq kishte fituar 120.000 euro në muaj nga shitjet për Sky Global. Madje edhe ai vetë dhe grupi kishin përdorur telefonin më të njohur Sky ECC për të organizuar torturat, masakrat dhe vrasjet e armiqve. Kur u zbulua ky rast në vitin 2021 nga operacioni përbashkët mes policive franceze, belge, holandeze, u mësua se në aktivitetet kriminale ishin të përfshira shumë shtete. Në Francë janë ngritur raste ndaj 31 personave që dyshohet se kanë mundsuar krimin nëpërmjet shpërndarjes së telefonave Sky.